Teksa prurit në kaskadën e Drinit kanë shënuar nivelet e larta si pasojë e rreshjeve të ditëve të fundit, Korporata Elektroenergjike Shqiptare ka shitur një sasi të vogël energjie duke gjeneruar të ardhurat për kompani. Përmes një procedure të zhvilluar për periudhën 10 deri në 11 janar, Kesh arriti të shiste 18.944 megawatt energji, me çmim mesatar 57.64 euro, duke gjeneruar rreth 1.1 milion euro të ardhura. Ndërkaq, sipas të dhënave të përditësuar mbi situatën në kaskadën e lumit Drin, prurit natyror në hecin e Fierzës janë 1500 m3 në sekond. Sa i takon nivelit, Fierza ka arritur në nivelin 289.8 metra mbi nivelin e detit. Ditët e para të këtij viti paraqisin një kontrast të fortë me vitin e kaluar, që nuk ishte i mirë nga pikpamja e energjisë për shkak të mungesës së rreshjeve të shiut, duke bërë që fatura totale për import energjie të shkonte në mbi 160 milion euro.